Zonja dhe zotërimi mbroma dhe mirë se vini në Leadership. Sigur se çdo të hënë dhe të enjte në UTV News jam në studio me doktor Erion Picirin, pedagog i Leadershipit. Profesor, mirë se erdhët. Mirë mbroma. Po nis me çështjen që ka tërhequr vëmendjen kryesore të javës në cilën ndodhemi, është ditë e enjte sot. Ambasadori Amerikan Donald Lu, ambasadori e Bashkimit Evropian Romana Vlautin morën pjesë në mbledhjet e grupeve të parlamentare të Partisë Socialiste, të Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ka dy debate të hapura në fakt, reforma në drejtësi dhe çështja e shkeljes së sovranitetit. Pyetja e parë, ku është vija e kuqe e ndërhyrjes së të huajve në çështjet tona? Për sovranitetin apo jo? Sigurisht. Që mos na prekin sovranitetin. Dhe në fakt diskutimet kanë ardhur nga të dy grupet parlamentare. Pa kënaqësit kanë ardhur nga të dy grupet parlamentare, deputet. Domethënë deputetët tanë dhe partitë tona politike mërziten domethënë se amerikanët dhe europianët po prekin sovranitetin e Shqipërisë apo jo? Ky ishte Nëse është e vërtet duhet mërziten apo jo? të dalë ta marrë dhe ta diskutojë në kuadrin e një historie disi më të vjetër. Po? Sepse akuzat mbi sovranitetin janë disi më të hershme në këtë zonë. Dhe unë mbaj mend atë të vitit 1999 në Kosovë. Në 1999 Jugoslavia e vogël e asaj kohe, Serbia dhe Malizi, por dhe avukatët e tyre merrnin dhe valvisnin me të madhe të drejtën ndërkombëtare dhe sovranitetin që kishin pushtetarët, regjimi i Miloševićit, në një territor të caktuar në atë që quajnë atë kohë Jugoslavia e re, Jugoslavia Republika Federale, më duket e Jugosllavisë Serbi-Malizi. Dhe në një moment të tillë, Bashkimi Evropian NATO, vendet perëndimore të kryesuara nga Shtetet e Bashkuara, ndërhyn në Kosovë. Dhe vite e vite në atë moment, dhe vite e vite në vazhdimsi u fol shumë lidhje me çështjen e sovranitetit dhe ridimensionimi që i dha kjo lloj ndërhyrje sovranitetit të shteteve. Në atë periudhë, me sa më e mend nga fillimi muajit prill, Kofi Anani, që ishte sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, pati një trajtim lidhur me këtë çështje. Dhe i ridimensionoi çështjen e sovranitetit. Në qoftë se në një moment caktuar, në një vend caktuar, fillon një lloj kontradikte midis pushtetarëve, atyre që qeverisin shtetin, dhe shkeljen e të drejtave të qytetarëve dhe shkeljen e lirive, atëherë kjo e dyta ka filluar të marri përparësi përpara sovranitetit të kombeve. Ky është një argument shumë i rëndësishëm në të drejtën ndërkombëtare, dhe i hap rrugën një tjetër epoke. Ti mund të jesh në vendin tënd, por ti mund të sundosh dhe në kuadrin e këtij sundimi mund t'ja u bësh jetën ferr qytetarëve tu. Ne kemi parë se çdo të thonte sovraniteti në 45-46 vite të regjimit të Enver Hoxhës, ku qytetarët, siguritarëve shqiptar ju mungonin dhe ju mohoheshin të drejtat bazike. Unë po them që gjatë tyre 25 vjetëve, qytetarëve shqiptar ju janë shkelur të drejtat në forma nga më të ndryshmet. E drejta për të konkuruar dhe për të fituar. Dhe këto zgjidhen në ndërhyrje nga jashtë. Patjetër. Çdo shtet i ka kaluar këto etapat e veta të zhvillimit apo jo? Jo, çdo shtet në kohën moderne duhet të respektojë të drejtat e qytetarëve dhe t'ju afrojë qytetarëve standardet më të larta. Atëherë pse bëjmë zgjedhje? Mos bëjmë zgjedhje, mos krijojmë qeveri. Ne nuk e dim a bëjmë tamam zgjedhje, sepse nëse do marrim dhe t'japim një definicion klasik të sovranitetit, do me thënë vetë qeverisje e popullit shqiptar, përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, përmes një demokracie përfaqësuese. Kjo është pjesa e parë e definicionit. Nuk e dia kemi pasur demokraci përfaqësuese, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në mënyrë që këta që arrin në krye të punëve të shtetit të qeverisin në mënyrë transparente përmes një konsensusi të gjerë, një element i dytë që nuk e kemi pasur. Dhe po them elementi i tretë që ka të bëjë me respektimin e të drejtave të njeriut. Dhe e fundit pastaj mbas tyre vjen ajo që mos ndërhyn të huajt. Unë dash argumentin e parë dhe do të jap argumentin e dytë lidhur me sovranitetin në konceptin e sovranitetit në botën moderne. Ka të bëjë me faktin që Shqipëria
populli shqiptar dhe përfaqësuesit e vendit tonë në këto 25 vite kanë trokitur në dyert e Europës. Sidomos për të zgjidhur ngërçet kryesore politike, por edhe për të shtrirë kanë trokitur në dyert e Europës, kanë trokitur në dyert e Europës për integrimin, kanë trokitur në dyert e Europës për t'i bërë pjesë të dy organizmave shumë të rëndësishëm, nga më të rëndësishëm të historisë së bote, që ka të bëjë me një organizatë ushtarake dhe politike siç është NATO, ja? E veriut, po. Edhe e dyta me Bashkimin Evropian. Por Bashkimi Evropian dhe NATO janë një klub selekt kombesh me standarde që respektojnë qytetarët e tyre. Ndoshta është rasti të përmendim që në këtë rrugtim që ne kemi nisur për të aderuar, për të integruar në Bashkimin Evropian dhe për të integruar në NATO, ka një kosto sovraniteti. Ndoshta njerëzit disa dhe mund të anashkalojnë të pjesë, por është një element shumë i rëndësishëm. Një pjesë e madhe e politikave publike të vendit tonë do fillojnë dhe do merren në Bruksel. Dhe Bashkimi Evropian është konceptuar që të fillojnë të forcohet niveli në qendër dhe niveli në periferi që ka të bëjë shumë me bashkitë edhe komunat që kemi pasur. Dhe do fillojë dhe do bjerë pesha e nivelit mesatar që sot e kemi nivelin më të lartë që ka të bëjë me qeveritë. Me këto dy argumenta, me gjendjen e qytetarit shqiptar sot, por dhe me nivelin e standardeve, atë që ne kemi pranuar, kemi thënë, kemi luftuar që do t'jemi në NATO partner serioz, do kemi standarde, do kemi sistem drejtësie. Në NATO është lavdëruar puna në fakt e Shqipërisë, përsa i përket angazhimeve dhe sipërmarrjes saj në Aleancën e Atlantikut Veriut. Fakti që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi ka një dalim, doja të shpjegoj deri në fund. Ndryshe me prioritetet që i kanë vendosur apo detyrat e shtëpisë që i ka lënë Bashkimi Evropian sa i përket integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, ndryshe përsa i përket të përgjegjësive që ne kemi marrë në NATO. Janë të dyja të lidhura dhe lidhet me standardet, lidhet me sigurinë europiane, me mënyrën se si ne e ndërtojmë punën në vendin tonë, kur ne sot kemi një sistem drejtësie që lë për të dëshiruar, ne kemi një kriminalitet në rritje, ne kemi një korrupsion në rritje, ne kemi një kast politikanësh që kanë marrë dhe kanë bërë të tyre sovranitetin e popullit shqiptar. Dhe kjo legjitimon ndërhyrjen e ambasadorëve, sepse duhet ju pyes konkretisht tani që patjetër që e legjitimon, sepse në qoftë se shkelen të drejtat e qytetarit shqiptar, ato standarde jete dhe unë ndjehemi cënuar në çështjet e sigurisë, ndjehemi cënuar në drejtat e mia në gjykata, ndjehemi cënuar në drejtat e mia kur konkurroj për një vend pune në shtet, ndjehemi kërcënuar nga korrupsioni. Me fjalë tjera, qytetarit shqiptar sot dhe të lidhin pak dhe me definicionin e parë që dham lidhje me sovranitetin e dyfisht, që sovraniteti i shtetit fillohet bie dhe del në nivel të dytë dhe në nivel të parë del sovraniteti të drejtat e qytetarit. Po ç'duhet të mendojë një qytetar që ka politik dhe politikan të papërgjegjshëm? Po patjetër. Kjo është diçka e njohur. Punën e politikanëve shqiptar ti shikoje në bazë të atyre raporteve të dhëna që dalin në lidhje me nivelin dhe hierarkinë e Shqipërisë si nivel ballkanik dhe nivel europian. Ne kemi qenë këtu një javë më parë, më duket. Edhe kemi folur për nivelet më të larta të korrupsionit, për një sistem gjyqësor që nuk funksionon dhe është nga më të dobtit e gjithë zonës, po të gjithë ato kanë kosto për jetën e qytetarit shqiptar. Ne kemi folur këtu për një demokraci të munguar si në nivel qendror dhe në nivel lokal. Po për çfarë flasim ne? Këto janë standardet e jetës. Këto janë ato të drejta të munguara të qytetarit shqiptar dhe për hir të asaj që ne jemi në procesin e integrimit evropian, edhe me qenë se jemi një antar të NATO-s, partnerët tanë duan të na qëndrojnë afër dhe të na japin një dorë ndihmë që të arrijmë të vëmë një gur themeli në themelet e shtetit shqiptar, e shtetit modern shqiptar dhe përmes saj ne të kemi mundësi të jetojmë mirë, të kemi standarde jetese në vendin tonë. Po që të marrim pjesë në mbledhjet e grupeve parlamentare të partive politike do të thotë se nuk ka ngelur më mundësi tjera përsa i përket deklaratave publike, cilat janë ezauruar, linjat underground, themit komunikimit, cilat logjikisht nuk mungojnë mes diplomatëve dhe partive politike kanë munguar dhe kjo është kushtëzim tani më. Tani ka shkuar në fazën finale edhe duke qenë se janë miq të vendit tonë dhe na kanë ndihmuar në momentet më të vështira
tani po japin qytetarit të thjesht dhe shtetit ton dhe kombit ton një dorë për të kaluar në një fazë të avancuar. Të kalojmë në një fazë të avancuar që dhe ne të kemi një sistem ligjor kur të jepet drejtësia për këdo. Mos kemi më politikan të niveleve të larta të cilët të na marrin sovranitetin ton dhe të bëjnë gjithçka me pasuritë tona dhe mbi financat publike. Të godasin këdo nga personazhet që ka futur duart në përzgjedhje dhe na ka mohuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Të krijojnë një sistem ku grupet e ndryshme në shoqëri të konkurrojnë, të fitojnë të humbasin në mënyrë të ndershme, sepse ka dhe një mundësi tjetër, që përmes zgjedhjeve jo të lira dhe jo të ndershme dhe përmes kapjes së mass medias, ka mundësi që grupet që duhet fitonin zgjedhjet dalin gjithmonë minorancë dhe ne i nështrohemi një majoriteti fals dhe politikave të tyre. Kështu që nisu e pikpamje, ky është momenti i së vërtetës dhe ata duke parë se me historinë e tyre, se si ka funksionuar në kombet e tyre, vinë t'i japin një dorë shqiptarëve. Ajo çfarë më shqetëson më profesor është produkti i gjithë kësaj lëvizje. Produkti është i mirë dhe është i produkt që është punuar në rreth 12 muaj. Fillimisht u mendua që të krijojë një degë prokurori speciale diku te prokuroria e përgjithshme, një prokurori e përgjithshme që s'ka funksionuar siç duhet në një periudhë të gjatë kohe, por është pikërisht investimi i partnerëve tanë që e bën të mundur që në projektin, në draftin që ekziston tashmë, prokuroria e përgjithshme, prokuroria speciale të jetë e veçantë, të krijohet një gjykatë tjetër speciale vetëm për krimet e rënda që kanë lidhje me korrupsionin politik. Dhe kjo janë pikërisht ndërhyrjet e tyre. Në qoftë se do ta kishim lënë të vetë me klasën politike, ne ecim me filozofinë e përjashtimit dhe të faktit kryer. Do ta merrte majoranca që e ka votat dhe do krijonte një diçka, do krijonte atë byron e hetimit që do ta kisin te Ministria e Brendshme, po sot nuk e kemi këtë lloj drafti dhe është pikërisht kontributi i tyre. Ajo që unë ndoshta do të nënvizoja është fakti që do të ishte më mirë që dhe të huaj të ishin pak më transparent në opinionin publik, që në mënyrë të vazhdueshme ti tregonin vendosmërinë e tyre, por duke pasur parasysh që gjithë kjo lloj reforme varet nga aktorët kryesor, ata mund ta kenë kushtëzuar dhe diplomatët e huaj dhe ekipet e specializuara me çështje drejtësisë, sa europianë dhe amerikanë ndoshta kanë toleruar në një drejtim të tillë. Po të ishin gjërat më transparente dhe të komunikonin, por të dish që kemi të bëjmë me dy institucione, nuk kanë të gjithë aparaturën, gjithë shteti, mass media dhe gjithçka tjetër. Edhe nuk janë aktor politik. Nisa këmi pamje nuk po na marrin sovranitetin, nuk po na cënojnë në vendimet tona që kanë bëjnë me politikat publike, me çështje të mpreta që mund të ndajnë të majtën apo të djathën, apo me vendime kardinale që kanë bëjnë me atë që të marrim armët kimike apo mos i marrim, të marrim mujahedinët e gjëra. Këto janë elementet e sovranitetit. Ndërsa të vesh një gur themeli në shtëpinë e dikujt për ta bërë më të mirë, për ta pasur rregulla më të qarta, kjo është vetëm një influencë civilizuese. Ti japësh një lloj kombi që nuk po gjen rrugën e suksesit, rrugën për të ndërtuar një shtet modern, ti vesh bazat e një diçka e tillë. Kjo nuk është cënim sovraniteti. Kjo përkundrazi është një kontribut që qytetarët shqiptarë, të cilët ju është vjedhur sovraniteti, pikërisht nga një dorë e vogël politikanësh që kapin të gjitha pushtetet, kanë marrë shtetin dhe e përdorin për interesat e tyre, është pikërisht që sot përmes ndihmës së partnerëve tanë, edhe këtu do ndoshta do të them edhe një diçka tjetër. Në qoftë se ka diçka që qytetarët shqiptarë i lidh me partnerët ndërkombëtar, është pikërisht ky interes. Interesi i tyre është të ketë një shtet modern shqiptar me standarde. Interesi ynë si qytetar është pikërisht diçka e tillë, të kemi një shtet të pakapur dhe të jetë një shtet që garanton të drejtat dhe standardet e jetës. Ndoshta kjo është dhe një nga arsyet që politika hesht kundrejt deklaratave të ambasadorëve përkatës, sepse duke ditur edhe ndjeshmërinë e qytetarëve, të cilët janë në masë, sikurse asnjë popull tjetër themi i Ballkanit pro-europian dhe pro-amerikan. Janë të vetmit aleatë serioz që kemi dhe vetmja mundësi të ndërtojmë një shtet modern e kanë treguar në kohë dhe interesat e tyre janë më së qarta. Interesat e europianëve janë që në këtë lloj pjesë të botës të kemi një shtet demokratik dhe të funksionojë shteti i drejtës. Po kështu të amerikanët.
shkojnë akoma më tej, që të na krijojnë një siguri dhe populli shqiptar të ketë nivelet më të larta, të ushtrojë pavarësinë e tij, autonominë ca vende. E përmendi dhe ambasadori, kemi përmendur dhe ne këtu. Po. Që ka të bëjë me faktin që Amerika është një ndër partnerët më të mirë në të gjithë historinë tonë, është një partner vlerash. Një partner vlerash që nuk ka asnjë lloj përfitimi Përmendi personal. rolin dhe kontributin e presidentëve amerikan ndër vite. Është ajo që kemi diskutuar këtu dhe kemi të bëjmë me një të vërtetë. Nuk mund të gjesh dot në historinë e ICOMBI të ketë partner të tillë, një kom tjetër që të jetë aq i devotshëm, aq i virtytshëm dhe të na ndihmojë në mënyrë të drejtë për drejtë për të ndërtuar, të ruajtur pavarësinë, për të marrë të drejtat e mohuara të shqiptarëve në Ballkan, në kudo janë, edhe së fundmi për të vënë bazat e shtetit tonë modern. Kështu që nuk e shikoj si pjesë, si cënim të pavarësisë, të sovranitetit. Po do të kaj diçka këtu. Nëse më lejon një diçka të fundit lidhje me sovranitetin. Se kam unë ato, si më thon, kritikat e mia, vërejtjet e mia. Është jashtëzakonisht mirë që amerikanët dhe europianët kanë dhënë një dorë në krijimin dhe në vënien e bazave të një drejtësie tërësisht të pavarur dhe jashtë ndikimeve politike. Me edhe për të parë. Jo është çfarë është artikuluar deri tani. Jo çfarë është artikuluar, por shikoj dhe informacione të tjera që lëvizin nga partitë politike, është kaluar me sukses dhe ka një konsensus të gjerë midis partive politike për sa i përket prokurorisë speciale dhe gjykatës speciale. Në variantin përfundimtar është e siguruar që është tërësisht e pavarur. Edhe Partia Demokratike që kapi pyetjet e veta, them se i kanë 2-3 drejtime që kanë të bëjnë me 3/5 e votave për zgjedhjen e njerëzve jo politik në gjykatat kushtetuese dhe të këtij niveli, dhe në atë tjetrën frikën e korporatizmit. Por që ajo frika e korporatizmit kam idenë që është mirë, sepse nuk duhet kemi frikë nga diçka e tillë. Besoj se me kalimin e kohës opinioni publik, mass media do ushtrojë një presion më të madh dhe ndaj trupës së gjyqtarëve, por është për herë të parë vjen bazat e një pavarësie të gjykatësve dhe prokurorëve, sidomos atyre specialëve. Por çfarë doja të thoja në lidhje me atë? Reforma dhe çfarë është bërë tani ka qenë në kuadrin e një sekretomanie. Është shumë e rëndësishme që partitë politike, por dhe partnerët tanë të marrin dhe të informojnë opinionin publik se çfarë po ndodh realisht me vendin e tyre dhe me transformimet e rëndësishme në planin në sferën e gjyqësorit, por dhe ndërhyrjet në kushtetutë. Ky është elementi i parë dhe elementi i dytë. Do arrin të kuptojnë qytetarët edhe nëse patjetër se qytetarët shqiptar nuk janë të vetëm në këtë lloj përpjekje. Jo që në popullsinë, në shoqërinë e gjerë shqiptare ka boll njerëz të mençur që arrin të kuptojnë se çfarë po ndodh realisht, por ne kemi dhe liderat e opinionit, ne kemi dhe gazetarë, kemi dhe mass media, kemi dhe specialistë. Edhe është shumë e rëndësishme kjo që ky lloj ndryshimi që po ndodh të përjetohet dhe nga popullsia. Të përjetohet sepse ata bëhen mbrojtës. Dhe çfarë është më e rëndësishmja? Paketa finale mbasi të merret dhe të votohet nga partitë politike në parlament të kaloj përmes referendumit. Paketa finale e reformës në drejtësi të kaloj përmes referendumit. Jo reformës në drejtësi, sepse do ketë sa ndërhyrje edhe në kushtetutën e vendit. Do ketë sa ndërhyrje në kushtetutë. Ndryshimet kushtetuese të kalojnë. Po patjetër, sepse po krijohen bazat e një republike të re. Dhe bazat e një republike të re, pse e themi diçka të tillë? Kushtetuta jonë fillon me një frasë, kushtetuta e çdo vendi. Ne populli i Shqipërisë vendosim që 2 pika dhe vazhdojmë pastaj nene dhe nuk e di çfarë. Kjo është mirë që të votohet, nëse po ndërhyhet, megjithatë është tërësisht në errësirë se ku po ndërhyhet dhe çfarë po bëhet, mirë është të jetë një debat i gjerë dhe mbasi të mbarojë votimi dhe debati i gjerë publik të votohet nga qytetarët shqiptar në një mazhoritet të madh. Dhe në të njëjtën formë të precizohet në kushtetutë që ndryshimet duhet të ndodhin po me mazhoritete të tilla. Pse e themi diçka të tillë? Kushtetuta e Shqipërisë ne duhet të themi në një demokraci kushtetuese, që do thotë me fjalë tjera, jo çdo njeri, jo çdo grup politik në një moment caktuar, një mazhoritet kalimtar mund të vijë të ndërhyjë në kushtetutë. Kushtetuta mbyllet dhe që të hapet më kushtetuta duhet prapë të shkojnë tek qytetarët shqiptar. Këtë ka bërë Shteti i Bashkuar, këtë duhet ta bëjmë ne, që ta bëjmë thuajse të pamundur ndryshimin ose kur ka me të vërtetë ndryshime cilësore,
kjo të marri votimin e 2/3 themi në parlament, po ndoshta edhe të 2/3 e atyre që janë listat zgjedhore. E qartë, profesor, prefektohem. Ju pyeta për vijën e kuqe të ndërhyrjes të huajve në çështjet tona, u ndalëm pak këtu, por për ta mbyllur me këtë çështje, po nga krahu tjetër, a mund ta bëjmë shtetin pa ndërhyrjen e partnerëve ndërkombëtar? Ne kemi treguar që në këto 25 vite nuk kemi marrë polarizimi midis në klasën politike, nga njëherë duket si një polarizim bolshevik, e ndoshta u nda bolshevikët në ekran tjetër dhe ashpërsia është shumë e madhe. Në një moment që ne duhet kemi një qasje tjetër politike. Se kemi parë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos atje në atë vend, gara është para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve shtrëngohen duart dhe bashkëpunohet. Është një ndër rregullat bazike, krijimi i një uniteti funksional. Dhe gjatë gjithë kohës kihet parasysh, por jo vetëm kaq. Në Shtetet e Bashkuara është domosdoshme se konsensusi. Është krijuar sistemi në formë tillë që kur pushteti mos bjerë në një grup njerëzish, jo më në dorën e njeriu, dhe këta të dominojnë në të gjithë shoqërinë, sepse krijohen frustrimet më dha, ndarjet më dha, luftat më dha, të cilat e polarizojnë dhe e ndajnë keq shoqërinë. Kështu që në Shtetet e Bashkuara është rregull kjo lloj pune, është sanksionuar në ligje dhe është krijuar në një formë tillë që presidenti nuk bën dot pa senatin, nuk bën dot pa majoritetet, nuk bën dot pa qeveritë e shteteve të ndryshme, kështu që është krijuar një model politik, ndoshta një ndër elementet të bazike që her pas here unë e them në kuadrin e një diskutimi të gjerë publik, ku përfshihen mass media akademikët në krijimin e një republike që elementet konsensual t'i detyrojnë majorancat e caktuara të japin dorën dhe opozitave. Dhe në ka disa funksione shtetërore si avokati i popullit, janë disa pozicione. Në qoftë se ne do të krijojmë edhe elemente të tilla bllokuese në dorë të minorancave, do të jetë diçka e mirë që pak a shumë kushdo i qeverisë vendin mos shkojë në skaj, mos shkojë në ekstrem, por të ketë nevojë që t'i japi dorën. Nuk mundet në situatën aktuale ku ne ndodhemi, që pa ndihmën e perëndimorëve, e kemi treguar në këto 25 vjet, nuk kemi bërë gjëra të mëdha pa ndihmën e tyre. Unë do ta doja shumë dhe do të isha krenar si shqiptar në qoftë se do kishim politikanë të mençur që do takoheshin edhe me liderat e opozitës dhe për çështje kardinale, për çështje me të vërtetë të rëndësishme për jetën e qytetarëve shqiptar dhe në mënyrë të civilizuar ata të gjenin gjuhën e përbashkët. Por ndoshta duhet një riformatim i parlamentit dhe në vend sa njerëzve me një arsim të reduktuar dhe me tendenca agresive të kishin disa njerëz më të butë, më të mençur që arrin të gjejnë konsensusin për disa çështje dhe kur ndahen për çështje me të vërtetë të rëndësishme ideologjike. Por ne nuk kemi ndarje të mëdha ideologjike, por kemi më shumë një konflikt personal dhe më shumë është si një lloj loje për të zënë skenën politike dhe për të marrë votat. Nuk e kemi, ende nuk duken politikanë të këtij niveli që ngrihen në nivelin e shtetarëve, që mos kemi nevojë. Ndjehemi fyer kur është e nevojshme që një ambasador ose dy t'i marrë dhe të vejë në rresh grupet parlamentare. Por që kjo është situata ku kemi arrirë, edhe ndoshta është dhe, si me thënë, influenca dhe faktori elektorat, faktori popull, që ndoshta në zgjedhjet e ardhshme do ditë të dëgjoj dhe do ditë të zgjidhi njerëz me të vërtet përfaqësues të vendit dhe t'i japin politikës komplet tjetër pamje. Ky është konkluzioni që bëm për rreth 30 minutat e para. Një çështje tjetër e rëndësishme, madje ngjarje e pazakontë do ta cilësoja në 25 vite tranzicion, kur kreu i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, një grup deputetësh të majt protestojnë para gjykatës administrative për të ndikuar në vendimet e saj, konkretisht debati për lejen e ndërtimit të një pallati poshtë digës liçenit, pallati i famshëm 17 katësh. Kjo ka bërë që sot reagoi kreu i shtetit, edhe për këtë çështje, por edhe për atakimin personal dhe akuzat personale që kreu i bashkisë ka bërë kreut të shtetit si hajdut. Deklaratë rënd e transmetuar me zë dhe me figurë nga presidenti Nishani sot në presidencë në thirrjen që kishte bërë me gazetarët. Përpara se të ndalem tek qasja dhe qëndrimet e presidentit, po ndalem fillimisht tek protesta e kryebashkiakut Veliaj. A është ky një precedent i rrezikshëm për vendosjen e shtetit të së drejtës?
Precedent nuk e di se sa është, sepse këtu gjatë gjithë kohës kemi pasur ndërhyrje të ekzekutivit dhe të politikës, të kreveve të politikës në vendimet e gjykatave. Nuk është i precedent, kaq hapur në këtë por formë? është rruga më e keqe e mundshme për të vënë bazat e një shteti modern. Bazat e një shteti modern në cilën të 4 pushtetet janë të ndara dhe të pa influencuara. Dhe ndoshta nëse do të diskutojmë pak edhe me atë shpirtin europian dhe të krijimit të bashkimit europian, asnjë lloj pushteti nuk duhet ndërhy, nuk duhet influencoj edhe nuk duhet të shtojë presionin ndaj institucioneve tjera. Ndërsa në rastin e fjalë kemi të bëjmë me një rast flagrant, kur pushteti ekzekutiv, duke marrë edhe disa antarë të legjislativit, merr dhe bën presion në para një gjykate. Kjo është shumë e rëndë në një vend si yni, ku gjyqtarët janë thuajse të pambrojtur. Dhe presioni politikës mundet të marrë në një moment caktuar dhe të ndryshojë vendimin e gjykatave. Në qoftë se ne mësohemi që përmes rrugës, ne tani e kemi bërë përmes telefonave, por në qoftë se ne mësohemi që përmes rrugës dhe forcës së rrugës të marrim vendime gjykatave, atëherë kjo republikë ka rënë dhe ky shtet ka rënë. Dhe prandaj është ajo që ne diskutojmë gjithnjë, që ne kemi nevojë për një klasë politike të re. Nuk ka lidhje të re me moshë, por ka lidhje me të re në mendsi. Dakor, ndjes që ndërpres, por nëse këtë e bën kryebashkiaku i Tiranës, duke mbledhur një grup njerëzish pavarësisht se kush janë ata, ka gjyqje shumë të mëdha dhe të rëndësishëm ky vend me persona me rrezikshmëri të lartë, cilët është sigurt që i sigurojnë dhe 200, dhe 300 dhe 500 veta. Çdo të ndodh precedent, të gjithë protestojnë para gjykatave. Ajo që ndodh për hir të vërtetës në vendin tonë është që grupet e fuqishme, kriminale, por dhe politike, ushtrojnë një presion të jashtëzakonshëm tek prokuroria dhe tek gjykatat. Edhe përmes kësaj influence, ky djalë i bashkisë është treguar i sinqert dhe ka dashur ta bëjë në mënyrë revolucionare, në mënyrë demonstrative dhe t'i nxjerrë njerëzit në rrugë, duke treguar pak a shumë fytyrën e pushtetit të së nesërmes, po jo pushtetit dhe mënyrës se si do funksionojë ky lloj vendi në të ardhmen. Por jo vetëm kaq, u mbështet nga kryeministri Rama sot në parlament. Nuk besoj, është i njëjti brum me të njëjtën filozofi. Jo, sepse më thatë pushteti i së nesërm, po ju them që u mbështet nga pushteti i sotëm. Është pushteti i së djeshmes, pushteti i së sotshmes do të jetë ai që do rilindi ose do rigjallërohet përmes saj gjykate të pavarur antikorrupsion, kësaj lloj prokurorie që do godasi pikërisht personazhet, mbaj mend në një vend tjetër, kur e mori politikani një prokuror nga këta specialët, biseda u bë për një herë publike dhe u detyrua t'japi dorëheqjen. Presioni masave dhe i qytetarëve të lirë e mass medias ishte jashtëzakonisht i madh. Nuk mundet të ndodhi që një politikan të vendosi mbi vendimet e gjykatave. Nuk mund të ndodhe. Ky ishte baza e asaj që diskutohet dhe ndarja që u bë 3 pushteteve në këto 200 vitet e fundit. Nuk mundet ti të marrësh vendimin dhe të gjykosh vendimet e tua ose të pararësit tënd. Do kjo nuk ka sens. Nuk mundet që ti të kesh të gjitha karriget në lloj bote. Shkon para dite dhe merr vendimin në bashki dhe shkon pas dite dhe merr drejtësinë. Nuk mund ndodhi gjë e tilla. Ose merr ata të legjislativit. E kupton se çfarë ndodh apo jo? Këta kanë disa pushtete duhet marrin edhe të fundit. Nuk mund të ndodhi dhe kjo është tani e rëndësishme ajo që diskutuam herën e parë, që pikërisht partnerët tanë ndërkombëtar po krijojnë një legjislacion dhe jo vetëm, do na gjejnë njerëzit dhe do ta instalojnë një kulturë të re. Legjislacion, njerëzit, por dhe një kulturë të re, që personazhe të tilla nëse dalin në rrugë edhe ushtrojnë presion me gjykatat, të merren dhe të akuzohen dhe të merren brenda dhe të gjykohen dhe për një vepër tjetër penale, jo vetëm që nuk duhet fitojnë atë për cilin ata kanë shkuar atje, një vendim gjykate të favorshëm për vendime ekzekutive, por të merret si i pandehur pikërisht për veprime të tjera. E kjo nuk ka ndodhur këto 2 ditë, këto 3 ditë, por ti je i sigurt Alen, dhe unë besoj që do ndodhi në momentin që do fillojë të funksionojë prokuroria speciale. Sepse kemi të bëjmë me një vepër penale, aty vepër penale, ndoshta dhe me
një shkelje të kushtetutës, pikërisht në ndarjen e pushteteve, dhe nga kjo pikpamje njerëz të tillë nesër do merren dhe do gjykohen ashtu siç e kanë dhe ashtu siç duhet të gjykohen. Edhe nga kjo pikpamje ne do fitojmë atë që ndërrojmë. Mos kemi politikan perëndi që përdorin në pushtetin për të influencuar pushtetet të tjera. Kjo është logjika dhe kjo është rruga me cilën ne kërkojmë që të ecim përpara. 4 pushtete të ndara që nuk e influencojnë njëra tjetrën dhe gjithë secila jep një kontribut për zhvillimin e vendit. Kujt i intereson dhe si dilet nga kjo situatë? Presidenti Nishani thotë se drejtësia tetoja është kreu i shtetit Hajdut apo po përdoset shteti përmes shpifjes, referuar kryebashkiakut. Kryebashkiakut i del në mbrojtje kryeministri, presidentit i del në mbrojtje ish kryeministri dhe figurat e rëndësishme të Partisë Demokratike sot në parlament. Pra ndarje në 2 llogore për vepra të rënda që çojnë deri në shkeljet ligjit. Në lidhje me atë se si do gjykohen deklaratat e tyre dhe veprimet e tyre nga ana ligjore, ne e paka shumë e thamë, që ka të bëjë politikisht flas tani. Ka të bëjë. Në lidhje me nga pamja politike dhe retorikës politike, ka të bëjë pikërisht me atë politikanin e ri që ne diskutojmë në mënyrë të vazhdueshme. Me vetë përmbajtje. Ti nuk mund të cënosh dot dinjitetin e tjetrit, ti nuk mund të cënosh dot dinjitetin dhe personalitetin e presidentit të Republikës. Në qoftë se dini diçka në lidhje me aktivitetin politik presidentit të Republikës, duhet të dalësh me fakte dhe pa etiketime. Të dalësh me fakte dhe përmes fakteve të merren organet që janë që mund të adresojnë diçka të tillë. Por në komunikimin publik bashkëkohor nuk preket dinjiteti tjetrit dhe nuk ecet me etiketime të tilla. Kam frikë se kryetari i ri i bashkisë, cilët në një moment caktuar më është dukur nga ato shpresat e politikës shqiptare, edhe është marrë dhe me aktivitetet civile, kam frikë se është në rrugën e gabuar. Në rrugën e gabuar të arrogancës, ka momente të caktuara që nuk para shkon në drejtimin e së vërtetës. Më është dukur një moment dhe si manipulues faktesh, ndërsa këtu në rastin konkret nuk do të tregojmë shumë i ashpër me të, kështu që po ndalem, por që është një drejtim të gabuar. Ne marrim dhe investojmë tek politikanët, marrim dhe ju stimulojmë karrierën dhe shpresojnë shumë që këta njerëz që ushtrojnë një pushtet në nivel qendror apo lokal, nesër të na jenë ata shtetar që ta çojnë vendin përpara. Përmes veprimeve të tilla, përmes një emocionaliteti dhe arrogancë në ushtrimin e pushtetit, këta kompromentojnë veten, por na marrin dhe na penalizojnë të tjerët, sepse unë besoj që njerëz të tillë të rinj, por me mendje të hapur që dinë të ushtrojnë pushtetin në mënyrë demokratike, që janë korrekt, që dinë të respektojnë shoqërinë civile, që janë pjesë më shumë e konsensusit se sa e abuzimit dhe e përjashtimit, do besoja që njerëz tillë me kalimin e kohës të arrijnë në krye të punëve të shtetit dhe Shqipëria të marrë rrugën e perëndimit. Por kësi lloj personazhesh janë nganjëherë investime të gabuara. Ne investojmë shpeshherë tek njerëzit e gabuar. Ju stimulojmë karrierat, por jo kjo është tyra e Shqipërisë së ardhmes. Politikani i së ardhmes duhet të quhet për ndeshmëri. Ndeshmëri në komunikim, ndeshmëri me kundërshtarin, ndeshmëri me veten, ndeshmëri me opinionin publik. Edhe shikoj disa veprime që janë të pandeshme, në kufit e pandeshmërisë, siç ka të bëjë me investimin te parku kombëtar, tek parku i Liçenit, ka të bëjë me prishjen e disa shtëpive të disa njerëzve dhe lënien në rrugë dhe elemente të tilla që nuk i bëjnë nder një politikan i ri, i cili duhet shquhet por kurajo, duhet quhet për altruizëm, për dashuri ndaj njerëzve, për kompromis, për një lloj konsensusi dhe që është më rëndësishme për një lloj retorike komunikimi publik që investon tek morali, integriteti dhe krijimi i një atmosfere tjetër në kryeqytetin tonë. Ne na nevojitet njerëz të tillë dhe ky mund të konsiderohet një rast i djegur. Shpresojmë që në të ardhmen të kemi njerëz të tjerë që do ta çojnë përpara profilin e politikanit bashkëkohor. Dhuna verbale, retorika e ashpër që shohim shpesh herë në parlament, akuzat reciproke mes kambeve për njerëz lidhur me bost të drogës, me krimin organizuar,
Dhe më pas shohim dhunë nëpër stadiume, dhunë për gërvishtje makinash të shpeshta gjatë javës që kaloi nëpër kryeqytet. Sa ndikon kjo klimë e zhvendosur nga politika tek qytetari i zakonshëm, i thjeshtë? Kuptohet që politikanët dhe ata që janë lidera politik mbartin në vetvete një vlerë simbolike. Do ata kthehen në simbole. Në momentin që gjua në parlament është një gjuhë e rënduar në kufit e banalitetit dhe suburbanes, kur goditet personaliteti tjetrit, dhe nga goditjet e personalitetit e dinjitetit të tjetrit kalohet në konfrontime fizike, kjo kthehet pak a shumë në një lloj modeli për shoqërinë. Dhe ky lloj modeli konfrontimit, i dhunës fizike, i poshtrimit të tjetrit në të gjitha format e mundshme, kjo fillon dhe e shikojmë pastaj si një mënyrë e zgjidhjeve të problemeve, si në art, e kemi parë në spektakle, e kemi parë në stadiume dhe kudo tjetër. Ndoshta ka të bëjë dhe me një element të kulturës tonë, të traditës tonë. Ndoshta një periudhë më të gjatë kohe e kemi marrë dhe e kemi adhuruar njeriun e forcës fizike. Ne nga njëherë adhurojmë më shumë dhunuesin se sa viktimën. E ka vende të tjera që mendojnë disi më ndryshe. Ka vende të tjera që e konsiderojnë barbari, prekjen, cënimin e integritetit fizik tjetrit, cënimin e dinjitetit të tjetrit. Ne këto i kemi në rang të parë, i shohim nga do dhe kjo është diçka shumë negative. Po edhe në parlament shpeshherë duhet ndërhyj garda që të kjo është tani, ky është ai diferencim që ne duhet bëjmë dhe një modifikim dhe në kulturën tonë, në marrëdhëniet tona të së përditshmes, edhe në gjithë sferat e jetës. Ne duhet ta ndajmë qytetarin, njeriu e qytetruar nga barbari. Në shoqërinë shqiptare them se jetojnë në të njëjtën hapësirë si barbari dhe i qytetruari. Por për fatin tonë të keq, njeriu i qytetruar është prej e dhunës dhe nuk mbrohet nga shteti. Në moment që duhet të ndodhi një kalim shumë i rëndësishëm, që njeriu i qytetruar të jetë ngryhet punëve të shtetit dhe ky barbar i kohëve moderne që nuk e ka kohën e tij, po duhet kishte përfunduar shekuj e shekuj më përpara, të jetë izoluar, të jetë i goditur dhe të ketë mundësi që ta kemi diskutim të gjerë dhe ky lloj personazhi mos jetë pjesë e hapësirës tonë publike dhe mos marri përpara në karrierë. Në historinë tonë moderne barbarat kanë ecur përpara. Na kanë marrë një moment caktuar dhe na kanë grabitur në forma nga më ndryshmet, na dhunojnë edhe ajo që shikon se si pjesë të barbarisë. Edhe jam shumë i qartë edhe që them, godasin rektor, godasin gazetar, godasin politikan të civilizuar, kjo nuk mund të jetë Shqipëria së ardhmes. Ne duhet ta godasim barbarinë brenda nesh dhe ne nuk mundet që të shkojmë dhe të ndërojmë më personazhe të tilla. Nuk e di a është çështje adhurimi në subkonsciencën tonë apo një lloj frike, por duhet godasim këtë lloj adhurimi edhe frikën ndaj këtyre personazheve dhe të godasim në forcë më të madhe. Dhe çfarë duhet ngrem lart? Do të ngrem lart të pikërisht njeriu e civilizuar, të virtytshëm, që nuk cënon integritetin korporal të tjetrit, integritetin fizik të tjetrit, nuk e dhunon si nga vepra verbale dhe nga vepra fizike. Dhe ne duhet të merremi vesh si shoqëri vetëm përmes fjalës. Jetojmë në epokën e komunikimit. Nuk jetojmë më në epokën e forcës së krahut dhe të plumbit. Nuk mund të ecin gjëra të tilla paralelisht. Dhe ne duhet përmes ligjeve, përmes ndëshkimeve të ashpra, por dhe me një diskutimi të gjerë publik të godasim pikërisht personazhe të tilla. Goditen, dhunohen, vriten, grabiten për ditë njerëz dhe ata janë në shumicën e rasteve njerëz të butë, ata që ngjajnë shumë me qytetarin, me europianin e shekullit të 21. Në një moment që shteti, policia duhet jetë në shërbim të këtij qytetari, i cili nuk jeton as me banda, as me fare fisni, është njëri i vetëm që jeton në familje nukleare dhe ky duhet mbrojtur, sepse në qoftë se ka një të ardhmë ky lloj vendi, është pikërisht ky qytetari, ky njeri i qytetruar, i cili përmes krijimtarisë, punës të tij, butësisë të tij na lidh perëndimin. Jam shumë i ashpër të drejtim sepse e bëj krahasimin me në vende të tjera. Nuk kanë vende të tjera ashpërsia dhe egërësia të promovohet. Kur? Në asnjë forme.
goditet në mënyrën më ekzemplare që këta mos thehen në modele shoqërore. Ndërsa ne i kemi në nivelet më të larta të politikës dhe nivelet më të larta dhe njerëz që kanë sot paran, kanë bizneset dhe shume dhe nuk mund të ecë shoqëria shqiptare nëse ka këtë lloj përfaqësimi dhe këtë lloj kulture. Ne pam në rastin e fundit gjatë protestës kryebashkiakut Velia i para gjykatës, qytetarët cilët kanë muaj që protestojnë tek parku i liçenit dhe protestuan kundër protestës në shesh, pretenduan, u dhunuan dhe u shoqëruan nga policë bashkiak, qofshin ta me uniformë apo pa uniformë për të mbyllur gojën. Shoqërimi është një diçka që nuk mund të jem kompetent të them se në çfarë lloj formash dhe pse është bërë. Por në qoftë se janë dhunuar, është pjesë e kësaj barbarie që diskutojmë, që në një moment ka kapur shtetin. Por nëse një qytetar i kërkohet që të mos protestojë, ndërkohë që tjerët janë duke protestuar. Jo, protesta është diçka normale, protesta dhe antiprotesta, dhe nëse njerëzit rrinë në ato vendin e tyre që të protestojnë në mënyrë paqësore dhe të japin përmes protestës ti paraqet disa ide kundra një projekti ose një projekt tjetër, gjërat janë më së normale. Ndoshta ne duhet ta kultivojmë më shumë si shoqëri atë që përmes fjalës bëhet ndryshimi, përmes fjalës bëhet influencimi dhe nuk duhet realizuar asgjë përmes forcës krahut dhe përmes plumbit. Në qoftë se ne do arrijmë ta kalojmë këtë, dhe unë them se është një proces i vështirë se ka të bëjë pak edhe me mentalitetin dhe kulturën tonë. Po me nepotizmin ka të bëjë dhe dua dal tek çështja e radhës. Disa gazeta referuar portalit lapsi.al, referuar gazetës Telegraf, akuzojnë mazhorancën e sotme për kapjet administratës publike, miqësi, krahin, parti, farefisni, bazat e punësimit në administratë. Bëhet shteti me nepotizëm, me militant partije dhe me miqësi dhe a janë dhe këto derivate të kësaj mënyre sjellje. Këtu nuk duhet përjashtuar, për të qenë korrekt, nuk duhet përjashtuar dhe mazhoranca e shkuar. Pra 8 vitet e Partisë Demokratike. Mile, nëse do më lejosh, unë do ta nisja me një histori, nuk e di a kemi kohë, me histori të shkurtër. Në atë rrugtimin tim për të kuptuar më mirë shtetin, në vitin 2001 bëj në disa studime pas universitare, akademike pas universitare në administrim publik, rreth 2 vjet e gjysmë. Dhe pastaj 2 vjet të tjera për të kuptuar si funksionon administrata në bashkimin evropian, në hapësirën publike europiane. Dhe në 2007, mbasi mbaroj doktoratën, vi në një moment dhe konkuroj në kryeministri. Konkuroj në kryeministri me idenë e asaj që një ri përgatitur që një ç'është administrata publike, pa trokitur diku dhe pa ditur për nder kërkujt, thjesht dikush një mik më lajmëron që kishin dalë disa lajmërime te DAP-i, Departamenti i Administratës Publike, lajmërime në internet, i pash dhe ishin 3 poste. Dhe kandidoj kandidaturën për nivelin më të ullët që ishte specialist, shef sektori dhe ishte dhe i diçka tjetër. Në radhë doli që për herë të parë ti ishte në konkurrencë shefi sektorit në kryeministri. Kandidoj dhe marr vendin e parë, testimin jo vetëm me shkrim, por dhe me gojë dhe pastaj në takimin me drejtorin që më vonë mora vesh që ishte një emëruar politik. Nuk ma dhanë këtë vendi, mora dhe telefonova me një numër që ishte publik i kryeministrit, mu përgjigjen që do më marrin dhe më telefonojnë kur zgjidhet rasti. Nuk më morën kur, por çfarë është më e rëndësishmja? Në 2007. Çfarë është më e rëndësishmja? Nuk më morën as për 2 postet e tjera. Do nuk isha ideja as të konkuroja. Dhe e mori njëri i vendit të dytë, që ishte një militant partije, thuajse i paformuar, edhe shumë i ri për atë lloj posti. Dua ta lidh pak me atë që në këtë lloj vendi administrata konsiderohet një plazh lufte. Dhe ju pra se ditë nuk konkuruat më në administratë. Po jo, se s'pata pastaj mora një rrugë tjetër edhe vazhdova në sektorin privat. Kjo nuk do thotë që nuk do t'i kthehemi një ditë administratës shtetërore, ndoshta mund t'i kthehemi një ditë për të bërë pastrimin e administratës shtetërore nga nepotizmi, nga krajinizmi, nga elementet nga militantizmi politik. Ky është ndoshta misioni ynë dhe prandaj duke e njohur këtë situatë dal me disa konkluzione. Janë 2 komponente të rëndësishme. Ai formimi imi, një ndër pjesë e formimit tim që ka të bëjë me administratën publike moderne sipas parimeve europiane dhe ajo ç'a ndodh në vendin tonë.
Nuk mundet dhe nuk duhet që administrata publike shqiptare të jetë pronë e partive politike. Nuk mundet dhe nuk duhet, sepse kështu nuk ndërtohet shteti modern. Janë disa parime të ndërtimit të administratës që kanë bërë epokë në Europë dhe në Amerikën e Veriut, që ka të bëjë me faktin që në nivelin e drejtorëve e më poshtë duhet të jenë specialistë të përhershëm karriere, njerëz që vinë në bazë të studimeve, jo njerëz të emëruar nga partitë, sepse ka një konflikt interesi. Ka një konflikt interesi sepse administrata i përket të së tërës, nuk i përket së pjesme, si janë militantizmi politik, ose akoma më keq, t'ju përkasi disa familjeve. Ne nuk mund të ndërtojmë dot shtetin e militantizmit, të nepotizmit, të farefisnis. Këto nuk janë koncepte të shtetit modern. Por janë vota të drejt për drejta për forcën politike që i emëron. Na intereson më pak forca jonë, si do ta zgjidhim se një forcë politike nuk i intereson kjo. Një forcë politike duhet kuptoj këtu është ajo që diskutojmë në lidhje me zgjedhjet e lira të ndershme. Në zgjedhjet lira të ndershme ti nuk mund të shkosh në zgjedhje me një kapital prej 10.000 vendesh pune që ju takojnë qytetarëve të thjeshtë, të ndershëm të përgatitur të vendit. Por edhe 10.000 me komisioner partie? Ti nuk mundesh që komisionerin e votimit të shkosh dhe ta vësh në krye të punëve të shtetit, sepse zbe forcën e administratës publike, godet të arsimin publik, godet të policinë e shtetit. Prandaj arrim sot që nuk kemi nivelet larta në arsim, në polici dhe në shëndetësi, pikërisht sepse militantizmi politik, farefisnia, ne duhet vëmë bazat e një tjetër sistemi, ne duhet vëmë bazat e një republike kur njerëzit të konkurrojnë dhe të zgjidhen në mënyrë të ndershme. Ne duhet stimulojmë të vërtetën, konkurrencën, punën e njerëzve dhe përgatitjen e tyre. Nuk mund të ecet në një formë tjetër se ka bërë asnjë vend evropian dhe ne duhet ta bëjmë kthes tillë. Nuk mundet të mbushet administrata publike se mençuria këtij kombi nuk ka mbir vetëm te farefisi i njerit që merr pushtetin. Por mençuria, investimi i njerëzve është anë mban vendit. Çfarë ju themi ne atyre njerëzve të thjeshtë të vendit që punojnë me sakrifica edukojnë fëmijët e tyre? Pritni sekond se këta do studiojnë po do viti kush tjetër nga njerëzit më të pazot vendit. Prandaj duhet vi një ditë që ne duhet të hyjmë administratës publike dhe ta pastrojmë nga të gjithë këto lloj lidhje që kanë bëjnë me farefisnit, kanë bëjnë me komponentin të militantizmit politik, sepse këtu fillon dhe zerrënjë korrupsioni. Në qoftë se është ndarë politika dhe vetëm ku ndrohen zgjedhjet, ndrohen vetëm kabinetet qeveritare dhe drejtuesit, po jo nga nivel drejtorësh e më poshtë, ne do kemi një administratë profesionale. Aty që kanë vënë alen në ato trajnimet tona të leadershipit, ka dy lloj administratash. Ka administratë shtetërore që rreket nga shkondrit e korrupsionit, dhe ka një administratë tjetër që është një administratë që punon nëpër banka. Punon në organizata private. Po. Është e paparë. Një ndeshmëri e paparë, se bëjmë pyetje dhe testojmë lloj-lloj idesh në lidhje me a janë të prirur që të shkojnë drejt korruptimit. Jo. Në pjesën më të madhe tyre janë njerëz të vendosur, ndeshmëri në punë thot, dhe këto nuk janë koncepte. Menaxhmenti i ri publik ka marrë pikërisht parime nga administrata private për ta kaluar dhe të modernizuar administratën shtetërore. Ne nuk duhet marrim vetëm mendsinë, po kam idenë që do të marrim dhe njerëzit. Dhe t'ju hapim administratën publike njerëzve të lirë, njerëzve të ndershëm e të formuar nga të gjitha shtresat e popullsisë, si t'jenë të pasura të varfër, si t'jenë njerëz që merren apo mos merren në politikë. Dhe ky është një element më ndërsishëm. Ata 90.000, 100.000 sa do punojnë në administratën shtetërore, duhet të jenë njerëz kompetent që ndërtojnë karriera për një periudhë të gjatë kohe dhe të nxjerrim nga administrata shtetërore militantët e partisë dhe farefisin e këtyre njerëzve. Këto dy kategori nuk duhet të jenë më pjesë përmes konkurseve ndonjëri për tyre dhe mund ta kapi se mund të jetë njëri i Zotit. Sigurisht. Por jo në masë që vjen dikush në krye dhe një vetëm krahinën e tij, një vetëm farefisin apo një vetëm ngjyrën partijake. Zoti Piciri, kemi folur gjatë për ecurinë e proceseve zgjedhore në Partinë Socialiste. Ndalemi pak tek ajo çfarë po ndodh në Partinë Demokratike, në opozitën shqiptare. Rreth 2 javë, ndoshta pak më shumë, sekretari për aksionin civil Ervin Saliani kundërshtoi rikthimin e atyre që ai konsideroi apo dhe politikisht konsiderohen si xhaketat vjetra në krye të qarqeve. Një tjetër lëvizje
Kreu i opozitës, zoti Basha, mbylli me urdhër mandatin e disa kryetarëve dhe shpalli zgjedhje selektive vetëm në disa prej degëve të partisë në rrethe. Si e shikoni pikëspari, si e shikoni luftën e brezave në Partinë Demokratike, po luan opozita sipas rregullave demokratike apo jo, dhe opozitën si shpresë opozitariste në vend? Opozita ka një barë të rëndë mbi supët e saja, dhe them se duhet punoj shumë për të krijuar një imazh tjetër publik. Ky imazh publik i përmirësuar që t'i japi shpresë që nëse vjen në krye të punëve të vendit, do ndryshojë nga ajo çka qenë, ka të bëjë shumë me funksionimin demokratik të saj. Mbi një besim që duhet të instalohet nga kreu i partisë, por dhe ata që drejtojnë, për që njerëzit të besojnë dhe antarët e partisë, për shoqëria më e gjerë, të besojë te misioni i kësaj partie. Një mision që është për demokracinë, është për ato që diskutuan për drejtësinë, është për moskapjen e shtetit, por edhe për një konkurrencë të ndershme brenda radhëve të saj. Duhet njerëzit të besojnë te proceset, vendimarrjet dhe mënyra se si funksionon partia, që mos punohet me disa standarde, po të jetë një standard i njohur për të gjithë dhe në një formë tillë, nëse partia u zgjedhet, të gjithë kalojnë zgjedhje edhe kështu më tej. Jo dikush që dorë që ndon përgjegjësi për të gjithë. Sikurse do të jetë mirë që të rritet edhe më shumë besimi tek lideri i kësaj partie. Pra, brenda radhëve të opozitës rritet besimi tek lideri. Po patjetër, jo vetëm brenda radhëve të opozitës, por përmes besimit që njerëzit do kenë brenda opozitës, brenda kësaj partie, do reflektohet edhe në mbar shoqëri. Sepse kjo i takon liderit dhe vetë opozitës që ngjallin besimin dhe jo qytetarëve pse nuk patjetër, po ne nuk kanë besim. Ne po bëjmë tani një analizë të kësaj partie dhe kjo pastaj mënyra se si ata ndërtojnë marrëdhënie me njëri tjetrin. Ne fillojnë na ngjallin besim që një Shqipëri tjetër, fillimisht e vogël, por i lind brenda Partisë Demokratike, e ndoshta nesër na bën të imagjinojmë se si do tregojnë në krye të punëve të shtetit. Unë paka shumë thash më parë një histori që ka ndodhur në Partinë Demokratike në 2007, e nuk do doja si qytetar ta shikoja një histori të ngjashme. Parti që funksionon në bazë të lirisë dhe të vërtetës. Në kuadrin e një partie nuk ka xhaketa të reja të vjetra. Në kuadrin e një partie nuk ka dhe nuk duhet të ketë. Në kuadrin e një partie duhet të ketë njerëz të ndershëm dhe të pandershëm dhe të pandershmin të dalin jashtë nga emblema e partisë. Në kuadrin e një partie funksionon dhe funksionon vetëm me vota masive qytetarëve që nxjerrin ata që janë më të vjetrit a më të rinj, se mund të jenë të vjetër që kanë një eksperiencë dhe një mendje brillante për të shërbyer kombit, sikurse mund të ketë të vjetër që mund të jenë komprometuar dhe do të dalin jashtë saj partie, por jo përmes opinionit të njërit apo tjetrit, por përmes votës masive. Sikurse mund të ketë të rinj që mund të japin dhe mund të vinë me ide, me një energji të paparë për të transformuar partinë. Nuk ka rregulla në këto lloj punësh. Në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë, ata që marrin janë grupe parlamentare, janë diku te mosha mesatare të 60 vjeçët. Kjo nuk do të tregon, po nuk janë xhaketa të vjetra, janë xhaketa me përvojë. Janë njerëz të ndershëm, me integritet, që e bëjnë karrierën politike në shërbim të qytetarëve. Dhe njerëz të tillë na duhen pavarësisht nga mosha. Partia Demokratike duhet i frymëzojë njerëzit. Partia Demokratike duhet arrijë në moment të bëjë një analizë të thellë të asaj se çka ka ndodhur në 8 vitet e tyre qeverisje dhe me energji të madhe të transformojë veten. E ka transformuar veten, kjo është një pikpyetje e madhe. Të hapi dyert e një konkurrence të madhe brenda radhëve të saj dhe të gjithë simpatizantët. Kjo lloj partie, në qoftë se nuk i gjen dhe nuk gjen mënyrat që ta nxjerrë dhe ta hapi garën në ata 600.000, 500.000 sa e kanë votuar herën e kaluar, nuk ka për të pasur shpresë dhe ringritje dhe mund të jetë një parti në rrugën e rënimit. Ka shumë parti të tjera grabitçare që janë afër saj për të marrë elektoratin. Kjo parti do ringrihet vetëm në një formë tillë përmes frymëzimit të liderëve të saj, të cilët e ndjejnë me historitë e jetës tyre, me shpirtin e tyre Shqipërinë së ardhmes. Dhe janë gati të sakrifikojnë gjithçka
për Shqipërinë së ardhmes. Një parti politike nuk ndërtohet me njerëz pa kurajo dhe me dordoles politik. Një parti politike kërkon njerëz me kurajo. Dhe me që jemi në fund po e mbyllim diçka. Po. Shqipëria e shekullit të 20 ka pasur shumë njerëz të vendosur për të vjedhur dhe për shkuar drejt kriminalitetit. Ky lloj vendi do ndërtohet vetëm në qoftë se do ketë një masë të konsiderueshme njerëzish që është gati të vritet dhe të luftojë për idealet e lirisë dhe drejtësisë. Dhe kur këta njerëz të fillojnë një luftë pa kompromis me të gjithë mbetjet e shoqërisë që e kanë kapur këtë shoqërie, këto kastat korruptuara dhe kriminale, dhe të arrijnë në një moment caktuar që qytetarët i mbështesin dhe të shkojnë në krye të punëve të shtetit, ajo do jetë dita kur do fillojë ndryshimi. Një ndryshim i tillë ka mundësi ta bëjë Partia Demokratike se ka rrënjë të mira historike, por ka deg të kalbura. Dhe nëse ka lidera me të vërtetë që duan këtë parti dhe vendin të marrin dhe të krahasisin degët e kalbura dhe të japin vendit ato fryte të mira të lirisë, të drejtësisë së vërtetës dhe të fillojnë transformim i madh. Por jo vetëm te kjo parti, në çdo lloj partie mund të fillojë diçka të tillë, sepse Shqipëria e së ardhmes nuk do të tregojë si Shqipëria e së sotshmes. Një Shqipëri ku dominon krimi, korrupsioni, njerëzit e pandershëm edhe një drejtësi që nuk është në nivelet e duhura. Profesor, faleminderit. Edhe unë falenderoj. Faleminderit dhe juve të nderuar miq. Isha me Doktor Erion Bicirin, pedagog i leadershipit, edhe në këtë të ejnde në leadership. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim deri në emisionin e ardhshëm.